Kaq për këtë. Cila është shpika jote më e fortë për votuesit? Programi im, rinia, nuk do ketë çift që vjen në Bashkinë Tiranës. Hynë të martohet aty, të mos dali me çelësa në dorë. Pra do i jep një shtëpi çdo çifti. Edhe një herë çdo çifti që vjen aty martohet një firmos në librin e protokollit, me një herë çelësat do të rri aty kryetari i Këshillit Bashkiak, sepse procedurat bëhen më para se sa të vit tjetër të martohet. Me vendim qarkullus, do të thotë, jo me mbledhun këshillin, dikush vjen, jo, hajde këtu firmos, nëse nuk firmos, të çojnë spak. Nuk zbaton detyrën si këshilltar bashkiak, të çojnë spak direkt. Do thush, po ti spakun e ke mbështet 51%, është majorancë, është në rregull. Do thush, të kanë thirrë ty në spak, shumë mirë kanë bë. Ç'është të thirrë për s'dyti? Se jam i pastër. Këto duar janë të pastra, të bardha. Kush mendon që i kam borxh, le të vi se jam kandidim. Zoti Gjuzi, si shpjegohet që disa deklarata që keni bërë ju kanë dalë pak a shumë për disa arrestime të bujshme? Le të bëj një pyetje drejt për drejt. Kush e ka radhën tani? Presidenti Begaj, nëse s'jep dorëheqjen, do të shkojnë në burg. Të bëj ftesë. Po. Të bëj ftesë, zotni, po të them zotni sot, president, doktor, po të bëj ftesë, jep dorëheqjen. Mocioni që po të bëjnë demokratët përshëndetet nga Kujtim Gjuzi, a nisa aty ka njerëz të Sorosit. Po bëjnë mocionin ata tani në seancë plenare. Kur e dolën për mocion? Pse nuk dolën më përpara? Po dolën pikërisht mas daljes time në një emision televiziv të ndjekur. Sikurse dhe ju jeni mjaft i ndjekur. Apo s'është kështu? Sikurse kanali juaj. Shiko, ju e keni VIP magazin. Më bëre pyetjen për çështjen e magazinës. Çfarë ka vitrina, ka magazina dhe më shumë? Edhe njerë për stris. Çfarë ka vitrina? Vitrina shtyra Kujtim Gjuzi, s'ka gjujt njeri këtu. Se jemi ullë pikërisht, zotni Guri ka gjetur vendin këtu te bordura e hershme, a e do? Konkurenca është me ty, preke votën nëse jam unë kandidim, se këto e ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, se kam unë. Preke votën. Jemi në kanunin e bendës. Nuk të njoh fare atë ekziston shteti se ty të kara shteti. Të është vëra gjyqtari brenda në zyrë. Zoti Gjuzi, me që dolim te gjyqtari, keni një koment për ngjarjen e rëndë që ndodhi në gjykatën e apelit ku një person qelloi për vdekje një gjyqtar brenda sallës gjyqit. Çfarë do thotë kjo për sistemin e drejtësisë vetvete dhe për Shqipërinë vetvete? Ata që kanë shitur Shqipërinë në Serbi, në Greqi, në Rusi, dega e partisë kriminale në Tiranë, partia e punës, partia kriminale komuniste, rilindja e krimit, do të mbajnë përgjegjësi maksimale. Prandaj bëj ftesë të gjithë njerëzve të Sorosit sot në parlament, në seancë plenare, duke filluar me profesoreshën. Iris, se as më emrin se ka origjinale, ka të fshatit. Jepni dorëheqjen, jeni në hetim, ka filluar hetimi në USA, Departamenti Amerikan i Shtetit, Departamenti Drejtësisë, Departamenti Thesarit. Nuk ka më shaka me trojet etnike shqiptare. E ka thënë presidenti Donald Trump, Shqipëri e madhe. Pastaj është bërë Shqipëri madhështore, të cilës unë ju bashkova, unë s'mund të bashkohet me nipat e kriminelve. Me ata që na kanë vrarë gjyshrit, jo, s'mund të bashkohet me ata. Zoti Gjuzi, për njerëzit e thjeshtë, çfarë do të thotë kjo deklaratë? Do të thotë që SBA do ketë masa ekstreme ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit shqiptar? Kanë filluar masat. Është memorandumi i presidentit amerikan Donald Trump kundër organizatës kriminale Soros. E quan ai, nuk e quajun. Se mu Sorosi nuk më ka bënë krim drejt për drejt mu. Që të them po, është kriminale. Le ta shohin amerikanët ata. Ne kemi ligjin e ekstradimit Tiranë, USA. Unë e kam abstenuar në kuvend se unë dua me vendimet e gjykatës. Është prek gjyqësori, kur është prek gjyqësori nuk është se ka rënë shteti, ka rënë një nga kolonat e shtetit, që është gjyqësori, të rish 13 vjet për të marrë një vendim, apo 33 vjet, që ka pikërisht ky mbiemër, të dy mbiemra, se janë familjen gjak tani ato. Ka kaluar nga shteti kjo, ka ikë. Ai parashikova zotri.
A ishën malësit madhe. A nëzora atje asamblen e përgjithshme, e nëzora malësit madhe. Jo pa qëllim. Jo pa qëllim e nëzora atje. E organizova atje. Se mund shkojnë Gjirokastër unë. Por është përplasje midis zonës deri në Tërkuz Qinam, që është zëvendës kryeministrja, dhe sipër s'ka një ministër katolik, një zëvendës kryeministër katolik. Protokolli shtetit, 1912-ës. Prandaj gjyqësori ka rënë. Atëherë çfarë duhet? Duhet një hapje. Qeveri gjithë përfshirëse, Edi Rama shkon në vakancë në presidencë, se si rregull duhet votosh ikjen e presidentit. E ka bërë mocionin Partia Demokratike, e falenderoj grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Në total, nuk ndaj njeri këto. Janë bashku me idetë e gjuzit. Dua është e himja kjo. E kam thënë pari, presidenti duhet shkoj përpara drejtësisë, ai shkeli dhe ligjin për 6 zonat zgjedhore, para zgjedhore, po nuk mund ta bënte për Tiranën. Unë jam kundërshtar i Erion Veliaj deri në burg, deri me përgjim ma kanë sjell. Edi Rama e kishte këtë, përgjim, e gjeti, dhe kur sot? Është për pyllin orbital, është për mashtrim që i ka bërë Rama ka shah me libër shtëpie. Siç më shau mu një herë. Mirë po me mu funksionohet drejt zakonore, herën e parë më qash, herën e dytë, dhe më kërko falje ose pastaj kena punë tjetër. Atëherë, Erion dil kandido të dalë që ka burgu, boll i bonet, 8-9 mujt burg, nuk janë pak. 9 mujt burg në qeli janë banës me 2 pjesë. Më kupton, zëni guri, më kupton, janë me 2 pjesë. Zoti Gjuzi, nga një anë thoni që Donald Trump ka goditur organizatën sorosiane, po nga ana tjetër ne kemi parë që kryeministri Rama në një nga ato aktivitetet europiane është parë duke bërë humor me presidentin e Francës, Emmanuel Macronin, edhe me presidentin e Azerbajxhanit, Ali Aliyev. Po. Dhe s'kemi pasur asnjë reagim të fuqishëm nga ambasada amerikane ose qoftë edhe nga zyrtarët të lartë të shtetit amerikan. Shkërgjësia e tij presidenti amerikan Donald Trump është businessman. Pra, normalisht funksionon me anë të sistemit financiar. Prandaj ka rritë vendet e punës atje. Nuk i quan këto, nuk i konsideron këto. I konsideron kështu shaka. Kurse duhet të reagoj kush? Ke fyer presidentin apo jo? Po Macroni dha i shpull Ramës aty, po ta vjerë, këtu e ka hongër shpull Rama herë. Ka vdeka që i ka rënë shpull. Doni të përmend emrin, po është gjuna, mëse është njësoj që të përmendësh emrin e gjyqtarit tani.